në këtë rrëmurin që është sot në Shqipëri, në një mënyrë apo një tjetër janë të interesuar që unë po i quaj pjesën më të madhe armiq të Shqipërisë, armiq de facto. Do të keni parasysh që historia që këta njerëz përshkruajnë është krejt ndryshe nga ato çfarë përjeton Shqipëria sot. Absolutisht ndryshe. S'kan asgjë të përbashkët. Shqipëria nuk ka absolutisht asnjë lloj armatimi. E kupton? Domethënë, në rast të një si thua agresioni të huaj, ne jemi, më fal për shprehjen, byll zbuluar. E kuptoni këtë? Ne nuk kemi asnjë lloj mbrojtje të asnjë lloj forme. Ne nuk kemi shërbim të kundër spionazhit. Domethënë, ai Edi Rama me të drejtë mund të quhet edhe viktim. Sepse ai atë nuk ka kush e mbron. Dhe për fat të tij, natyrisht kuptohet. S'diskutohet ajo. Dhe se mos e lexoni sikur po i del mbrojtje. Jo, un nëse është në dorën time ja ve sot prangat atje e marr zvarret e fus në burg. Un kam kaq kohë që kërkoj ta fus në burg. Dhe e kam kërkuar me letra, jo kështu me llafe siç dilni ju atje. Unë kam të shkruar, të firmosura, të vullosura. Dhe në këto kushte ne nuk kemi asnjë lloj mbrojtje me njëri tjetrin dhe çdo konflikt që ne do të hapim me njëri tjetrin do t'ju japi shkas të huajve të vinë këtu ushtarakisht. E shef edhe këtë? Sigurisht. Ata po bëjnë namin që të pretendojnë se Irani po bëhet gati të bombardojë Shqipërinë. E dini juve që amerikanët po mundohen ta përhapin këtë ide me qëllim që të sigurojnë vetes mundësinë për të zbarkuar këtu me forcat shumëta ushtarake. Pra, duke krijuar një lloj armiku që ndoshta se duke bërë asnjë lloj lëvizje. Fare, iranianët se kanë fare mendjen e ne. Dhe që të vinë vet. Që të vinë vet. Dhe për çdo rast ata ke parasysh ti në çdo lloj konflikti apo në çdo lloj situate, duke shfrytzuar urrëtitjen apo atë ndjesinë e indinjatës popullore, ç'a bëjnë? Fillojnë e shtojnë, erdhën nga FBI-a, 100 këtej nga CIA, këtej nga Mossadi për të na mbrojtur nga terroristët. Nga cilët terroristë? Po ku ka terrorizëm më terroristë se izraelitët vet? Se amerikanët vet. Do t'ju them një rasje, ju nuk e dini. Në 97-ën këtu erdhën shumë forca. Për të mbyllur ato trazirat që domethënë luftë civile ishte praktikisht. Një pjesë e kontingjentit të këtyre forcave paqëruese ishin në Morava apo në Kuçov që i thoshim neve, ku ka qenë fusha aviacioni. Po. Në atë hapësirë. Që e morën prap. Po, që e morën prap. Në atë hapësirë. Dhe ata mbikëqyrnin gjithçka. Kishin helikopterat, kishin tanket, kishin gjithçka, lëviznin lirshëm në rrugë. E kupton ti? Gjasme si paqëruajtës. Tani më dëgjoni çik mirë mua. Berati ka qenë një nga zonat më të masakruara nga ato konflikte, kupton? Janë vrarë me qindra të rinj. U mbush në shtëpitë e Beratit të tëra me gra me të veshura me të zeza dhe gati 3 çereku i Beratit iku fare. Dhe ç'a ndodh një ditë të bukur, një grup nga këta që ishin të dhunshëm, e kupton? Duke që ishin të nxitur vet nga italianët këtu. Dhe kryenin grabitje, kryenin ndoshta dhe vrasje tjera. Dhe këta tani, duke përfituar nga marrëdhënia e mirë që kishin me italianët, kërkuan pasaporta, viza për të ikur në Itali. Ju dhan vizat, dëgjoj çik mirë. Të nesërmen ata u nisën për të marrë avionin dhe u shuajtën komplet. 5 djemë të rinj, komplet. Domethënë ata që e kanë parë ngjarjen thoshin që nuk kanë pasur asnjë lloj mundësie për të mbetur gjallë. Dhe do të thotë që ata janë sulmuar me armë të rënda, me helikopter ose me kundërtank. Shkrir komplet. Domethënë i përdorën, ju dhanë dhe vizat, po jo me qëllim që t'i linin me të vërtetë të shkojnë në Itali. E kupton? Kur e panë që ata kërkuan të iknin, ja zgjisuan fare. Dhe kjo lojë është e përditshme. Edi Rama është një nga këta kamikaz, ata gjyqtarë, ata prokuror, janë kamikaz, ata marrin para sot për sot dhe shpresojnë, dëgjoj këtu, ti je i sigurt që ata shpresojnë që Shqipëria të futet në kaos.
të futet në përleshje. Çfarë po bën? Po, në Vllazvras. Çfarë po bën? Italianët, të siguroj unë, kanë nxitur maksimalisht shqiptarët që të marrin para që këtu e të çojnë të investojnë në Itali. E të fshejnë aty para korrupsioni, para droge, para prostitucioni, para korrupsioni, para nga këto nga bankat që pastrojnë para më the tash. Një nga komentuesit më të rregull dhe ndjekësit më të rregull dhe që të vlerëson maksimalisht Angel është Tigri Maleve, që ta kam thënë edhe herë tjetër që e kemi lexuar dhe komentet. Përshëndetje zotëris. Ka një kërkesë prap, domethënë Angel thotë, mos u merr me fjalë, por organizo grupin tonë që të marrësh në dorë fatin në Shqipëri se na mori lumi nga drogaxhin. Atëre më dëgjonin ka për keq, ka për. Po, t'ja them edhe një herë ti zotëris. Pra që të kalojmë konkretisht. T'ja them edhe një herë këtij zotëris, pse unë kam prur këtë vendim, pse donja ta çonja atje te Fortoria e t'ja u lexonja atyre 10 mirave sa mund të ishin protestues atje, domethënë njerëz të pavarur, të pakontrolluar nga shteti, nga algoritmi, nga përgjimet, nga survejimet e tjera, sepse duhen patjetër para. E kupton? Që të bësh një grup dhe që të bësh një veprimtari me të vërtet të organizuar, të qëllimshme, domethënë që fjala të vejë atje ku duhet, që goditja të vejë atje ku duhet, duhen patjetër para. Unë jam në pikën 0. Dhe gjithë të kanë çuar këta në pikën 0. Po pra, domethënë unë jam konkretisht në pikën 0 nga ana e paras së that, po bankat e plot me paratë e mia. Dhe unë kërkoj pikërisht të zhbllokoj pikërisht këtë situatë. Po nga 0 a 0 vjen. Si konkretisht, si mund zhbllokohet konkretisht kjo gjë? Si të duhen, për çfarë të duhen para që njerëzit të arrijnë ta kuptojnë këtë gjë që ndoshta krijon atë besimin që të t'japi një dorë, të ndihmojnë edhe që të shkosh përpara me këtë gjë. Pjesa më e madhe e njerëzve të nxitur natyrisht edhe nga propaganda e shfrenuar dhe veprimet konkrete të policisë, të prokurorisë e tjera kundër meje, kanë krijuar idenë që Angeli sido që tjetë nuk i merr parat. Nuk i merr, po. Kjo është ideja e përgjithshme. Dhe, domethënë, kur unë të kem një farë paraje konkrete në dorë, në radhë të parë zhduket kjo ide. Dakord? Në radhë të dytë zhduket edhe pamja si njeri. Para ca ditësh një njeri atje në koment më tha mua, po atë se kisha dalë me një bluzën që nuk ishte shumë e bukur. E më tha mua, po atë bluzën tha mua filani ta ka dhuruar. Kush tha si në formën e ofezës e tha ai, po sido që tjetë ka një të vërtetë këtu që ka një të vërtetë. Po s'ka vërtet fare me tani, pse do merrem me bluzën. Në kuptimin që po ne kaq sekët kemi ngel domethënë që ne vlerësojmë njerëzit nga bluzët që kanë vesh domethënë. Ka një të vërtetë absolute që un jam njeri që bëj një jetë plotësisht të vetmuar, po ama njerëzit përreth e rrotull më shikojnë. Dhe shqiptarët e diti, ja, çfarë tash unë duhet të parë, 99% të shqiptarëve janë duke bërë thashë theme në për kafenera. Po. Ashtu. Domthon, ata thonë këtu, po Angeli, ama me Angeli merri, po me Angeli s'ka si kokë legu është kot. Domthon, kjo ide në një shoqëri ku gjithçka si thua motivohet nga paraja, një njeri që s'ka para është 0. E kupton? Dhe këta që unë i quaj armiq dhe i quaj me plot gojën armiq, janë autorët e vërtetë kësaj gjendje. Ata e kanë strukturuar të gjithë situatën që unë të mbetem gjithmonë në pikën 0. Okej, kalojmë konkretisht tani. Sepse ata më shohin mua si rrezik real. E kupton? E dyta, në momentin që do kem para, ti je i sigurt që unë shkoj trokas në Bruksel, në Strasburg, në Paris, në Rom, e ku të duash ti? Po mi kuptojnë gjithë ata që ti ke konsideruar që janë armiqtë e Shqipërisë. Kush tha? Po Franca, ata janë armiq sa kohë që unë jam këtu, si thua, pa mundësin për të bërë asnjë hap para e mbrapa. Prandaj lozin ata. Dhe prandaj e kanë kaq të lehtë ta kapin Edin Ramin e ta detyrojnë të bëjë